Po ashtu dje Art Klubi bëri promovimin e veprave të 3 krijuesve shqiptar nga Malizi botuar nga kjo shoqat dhe ndau shpërblimit për veprën më të mirë në fushën e artit, letërsisë dhe shkencës gjatë 3 vjetëve të kaluara. Në kuadër të manifestimit kulture shqiptarëve në Maltezi, të cilën e organizon shoqata Art Klub, mbrëm çmimi vjetor i Art Klubit ju nda Fiqëria Sanagës pas vdekjes për kontributin e tij si pedagog e kompozitor për ruajtjen e vlerave autentike të melosit popullor dhe themelimin dhe kultivimin e artit muzikor në komunën e Ulqinit. Art Klubi nga viti 1991 ndan shpërblimin vjetor studiusve dhe krijuesve të ndryshëm nga fusha e shkencës, artit dhe kulturës, ndërsa vitet të fundit praktikisht nuk është ndarë dhe tani e tutje do të thotë se do ndahet çdo 3 vite. Duhet thënë edhe këtë se ky është i vetmi shpërblim i cili jepet për krijuese shqiptar në Maltezi, pra nga viti 1991. Shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Klub Ulqin. Juria për ndarjen e shpërblimit vjetor të shoqatës për vitin 2009 në bazë të shqyrtimit të gjithanshëm dhe në sajt të analizës së punës krijuese të antarëve të shoqatës, si dhe të individëve të tjerë nga fusha e kulturës, artit dhe shkencës gjatë 3 viteve të fundit vendosi. Shpërblimi vjetor i Art Klubit për vitin 2009 pas vdekjes i jepet zotit Fisri Hasanaga. Manifestimin e hapi kryetari i shoqatës Art Klub, Magjistër Haxhi Shabani, duke përkujtuar se kjo shoqatë me veprimtarinë e saj po kontribon në ruajtjen dhe kultivimin e kulturës së shqiptarëve në Maltezi. Art Klubi që me themelimin e tij është përpjekur që të ruajë identitetin e shqiptarëve këtu në Malin e Zi. Dhe më duket që nisja e realizimit të një projekti botues, 3 libra të cilit kanë dalë, mendoj që është gjëja më e mirë që kemi mundur të bëjmë për të rikthyer këtë identitet. Unë dëshiroj që autorëve të cilëve ju ka dalë libri nga një vepër e zgjedhur nga tërkrimtaria e tij, në mënyrë simbolike t'ju dorëzoj këtë ekzemplar, jo sepse është ekzemplari i parë, sepse i kanë marrë, por sepse mendoj që nisja e këtij manifestimi me këtë gjest, pra manifestimit kultura shqiptarëve në Malin e Zi 2009, është nisja më e bukur dhe është një mesazh se në anë të librit, jo vetëm shqiptarët, por tërë popujt e kulturuar mund të ruajnë identitetin e tyre dhe ta zhvillojnë atë identitet duke integruar në vlerat kryesore që ka identiteti evropian. Kultura e shqiptarëve në Malin e Zi të bëhet një projekt, një veprimtari tradicionale. Ne e kemi filluar këtë vit. Unë kujtoj që Art Klubi ka ditur të ruaj veprimtarit tradicionale që i ka bërë. Kujtoj që kalimera poetike deri më tash është organizuar për 17 herë. Dhe mendoj që edhe në të ardhmen organizimi dhe themelimi të këtilla veprimtarive do të jetë një nga synimet kryesore të Art Klubit. Manifestimi kulture shqiptarëve në Maltezi organizuar nga shoqata e krijuesve Art Klub filloi me promovimin e 3 veprave të autorëve nga Malizi, të botuara nga kjo shoqatë. Aslan Bisha, Ankthi i Pritjes, Imraim Berjashi, Ora e Rumis dhe nga Franc Samaj, Rruga e Pamshirshme. Për veprat folën Magjistër Haxhi Shabani, Doktor Xhevat Sylla dhe shkrimtari Ridvan Dibra. Si vjet çmimi vjetor i kësaj shoqate, i cili është edhe i vetmi që ndahet tek shqiptarët e Maltezi, u nda pas 3 vjetësh dhe u tha se edhe në të ardhmen do të vazhdohet që të ndahet çdo të tretin vit. Për këtë vendim dhe për vendimin që si vjet të ndahet pas vdekjes Fiqëri Hasanagës, kryetari i jurisë Nail Draga thotë: Ne kemi pas deri tash si shëdin opinioni i gjerë traditë që të ndam çdo vit, por duke pasur parasysh se mundësitë materiale të Art Klubit nuk kanë qenë në nivelin e duhur dhe duke pasur parasysh edhe mundësi tjetër që të japim mundësi edhe krijuesve të tjerë, jo vetëm nga komuna e Ulqinit, por edhe me gjerë, është vendosur që ky shpërblim të ndahet çdo 3 vite dhe unë mendoj se gjatë periudhës 3 vjeçare krijohet një potencial i mirë i krijuesve të ndryshëm nga lëmit e tyre profesionale, shkenca, arti dhe kultura dhe jep mundësi më të gjerë pra në përzgjedhjen e kandidatëve që të jenë laureat të shpërblimit vjetor të Art Klubit. Ndërsa nga ana tjetër ne si juri në mënyrë të një zërit kemi vendosur pra në mënyrë unanime kemi vendosur që këtë shpërblim të japim pas vdekjes kompozitorit tonë të shquar dhe mikut tonë, muzikologut të nderuar Fiqëri Hasanagës pas vdekjes.
Sot ditën e dytë u mbajt sesioni shkencor pozita e sotme e gjuhës shqipe në Malin e Zi në krahasim me atë në përgjithësi, në të cilën morën pjesë ekspertë të kësaj lëmin nga Shqipëria dhe Kosova. Për këtë sesion do t'ju njoftojmë në emisionin e Mozaiku të ardhshëm.